Të nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin informativ të orës 11. Në kuadër të fushatës 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me baza gjinore, u lansua masa e punësimit për gratë e mbijetuara të dhunës. Me këtë rast, kryeministri Albin Kurti tha se pavarësia ekonomike grave është një shkallë e rëndësishme drejt zhvillimit dhe lirisë individuale. Kurti të regoj dhe procedurat e punësimit përmes kësaj skeme të grave të cilat janë viktima të dhunës në familje. Ai mëtej ka sqaruar se Ministria e Financave do të subvencionoj pagën prej 70% për 6 muaj. Nga sot, të gjitha gratë të cilat ishin viktima të dhunës në familje, do të mund të jenë përfituese të kësaj skeme. Ajo çfarë duhet të bëjnë është të drejtohen në zyrën e punësimit në komunën e tyre përkatëse. Pas regjistrimit, këshilltarët e punësimit do të sigurohen se ato ndërmjetësohen në bizneset e regjistruara të cilat ofrojnë pozita të lira të punës. Zëvendës ministri i drejtësisë Vigan Çorolli ka thënë se në Kosovë